Maska me kos dhe portokale që i ka habitur të gjitha vajzat, ja receta. Kosi dhe portokalli janë një dyshe pagabueshme. Në qoftë se do t'i bashkoni bashk, atëherë do të përfitoni një mask shumë të mirë për fytyrën. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë një lug çaj kos dhe gjithashtu lëng nga 1/4 e portokallit dhe një lug çaj mjalt. Përzjeni bashk kosin, portokallin dhe mjaltin derisa të krijohet një masë homogjene. Aplikojeni në fytyrë me një furçë ose me mollzat e gishtave. Mbajeni për 30 minuta dhe më pas shpëlajeni fytyrën me ujë të rrjedhshëm. Kjo mask do të ushqejë fytyrën tuaj dhe do ta bëjë atë të duket më e pastër dhe më e shëndetshme se kurrë më parë. Provojeni dhe rezultatet do të jenë ato që keni pritur prej kaq shumë kohëve.